aty kam vdekur dhe 4 kosovar, për arsye, aty kam vdekur gati 100 e ca veta, në Zvërnec, në kohën e regjimit komunist, i hidhnin me helikopter dhe nuk ktheshin me gjallë. I mbyteshin aty? I linin, të hanin me barë, derisa të vdisin vetë. Ai ka qenë kampi i vdekjes, sepse shtyllasin e i din fare mirë kush vinte. Shumë njerëz si nga Kosova e dinin që i biri kishte erdhur në Tiranë, në Shqipëri, apo e shqiptarët që ishën të mbledhur këtu si kamp për qëndrimit, pavarësisht se disa thonë jo. Kamp për qëndrimi ka qenë kooperativistët, fermistët, të burgosët, të intrenuarët, dhe shumë njerëz që i hidhën atje, po të shumtë atje ishte 99% intelektualët që ka patur Shqipëria në këtë vend. Pra, shumë njerëz edhe e kanë bërë këtë provë, sepse kur u hap Shqipëria, kanë erdhur në Amerikë dhe i kanë kërkuar njerëzit. E dinin se Shqipëria e bënte propagandën që është arratisur. Kur vinte nga Kosova, thoshin jo, është kthyer prapë në Kosovë, që t'ja linin Kosovës hidhërimet e vrasjeve. Pra, ai vend aty as do shitet kurrë ndonjëherë, ai është vend strategjik, vend i hidhërimit dhe vendi më i bukur i Shqipërisë, Sazani, e Karbonuri dhe Zvërneci. Zvërneci, po. Unë ta kom përgatitur sonte një fotografi me flamingo. Ha? Me që flamingo janë. Me qenë se e paske përgatitur këtë, unë këtë shumë shpejt kalojmë në qeveri dhe këtë do t'ja jap Edi Ramës dhe Sali Berishës. Pse? Do të thoni pse. Për arsye, sepse mahana e çlirimit të Shqipërisë, e të Kosovës dhe bashkimit të Shqipërisë me kufinë natyrore arritën këto dy shpendet që po mi tregon. Dhe me thonë kanë kuptim, jo e qaj? Po, ka një kuptim shumë të madh. Për arsye se që të dy partit që janë krijuar, si PD e EPS, është e njëjta. Era Misalis e përgatitur në Beograd. Po thua, ata i kanë përgatitur gjitha partitë? Po, unë i di fare mirë, se unë kam ardhur me 90-ën që përgatiti Ramizi partit dhe i pash. Edhe keni përmend shumë herë një shkrim që ka qenë Sabri Godo. Po, Sabri Godoa. Në Rivanceka, po. Janë tepër rekord, janë një qizim. Po të dalim në shpendët që midzore këtu, se këto janë shpendët dhe do mbahen mend e një histori që do shpëtoj Shqipëria. Pse janë këto dy shpendë? Saliu është njeri i përgatitur që i zgjuar, nuk është si Edi Rama. Saliu e përgatiti shumë bukur dhe ja hodhi Edi Ramës në prerë. Përse ja hodhi Edi Ramës? Ta dinin e shqiptarët kudo që ndodhe në botë. Kur erdhi vajza e presidentit, Ivanka Trump, që jo fare mirë, ajo që është e vërteta kur u martua, ka erdhur në Shqipëri. Dhe fëmijën e parë është krijuar në Shqipëri. Ka gjysmë shqiptar? Po. Dhe po kur erdhi për së dyti e për së treti, Ivanka është një vajzë e përkëdhelur, vajzë e babit, që i themi në shqiptarë. Po, mami babi, po. As kupton, as politikën dhe as gjë, sepse është rritur në, si të themun, është rritur në të mirat, në para, dhe nuk e di se kush ishte Shqipëria e realitetit. E gjetën më hanën shumë bukur, Saliu, së bashku me Edi Ramën, gjitha këto që flasë unë janë të vërteta, janë të incizuara, që ne incizojmë çdo gjë, edhe e muar vjen një ditë Ivanka, për këto shpendët që ishini të dyja, vjen në Vlorë, ngrihet drejtori i policisë, organizon gjithë policinë, komplet, e organizon dhe e mbron gjoja Ivankën, që të bjerë në sy në publik nga shqiptarët që të dilte të nesmën se Ivanka do marri një pjesë së bashku me burrin. Që shqiptarët, e në kohën e regjimit bolshevik, e në kohën e 35 vjet, 97